tek I cili çdo krijesë për çdo nevojë vetëm tek ai kthehet. Salavatet e selamet nderuar vëllezër, nderuara motra, bashkërisht kështu si jemi ja çojmë dhe ja dërgojmë nurit dhe shpirtit të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallamit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin wa ala ali sayyidina Muhammed. Ati dhe familjes së tij të pastër të ndershme, ashabëve, tabiinëve, etbaj tabiinëve, edhe gjithë atyre që ndoqën janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin rrugën e tij inshallah taala me të mirë deri në ditën e gjykimit. Shumë të nderuar, vazhdojmë në kaptinën ende të pakryer El Qasas, një kaptinë e cila përmban në vete dhe ngërthen në vete shumë urtësi, shumë mësime. Ne filluam vetëm nga ajeti 76 për të arritur deri në ajetin 82. Kemi arritur disa çështje të I pastrojmë dhe të I spjegojmë me izën dhe lejen e Allahu xhaleshanuhu dhe kemi arritur ke ajeti apo ke pjesa e asaj që Beni Israilët, dashur vëllezër, Beni Israilët I dhan një këshill Karunit. Keni parasysh, ne profilin e Karunit e spjeguam 2-3 net të rreshtë kemi spjeguar, por nëse ka dëni misafir që ka ardhur për herë të parë, mund t'i bëjmë një rezime të shkurtër për t'u ndërlidhur edhe ai me ne për të qenë në temë. Domethënë, profili I Karunit, dashur vëllezër, është një profil që na paraqet Allahu dhul xhelal në Kur'anin famullar, një profil negativ. Është një profil I cili bashkë me 2 profile tjerë, domethënë bashkë me Faraonin edhe Hamanin, këtyre ju bashkangjitet edhe një profil tjetër I cili është e Karunit. Domethënë, kjo është ai trekançi I një shteti të korruptuar. Kjo është ai trekançi I një perandorie të korruptuar. Kjo është një trekanç I një pushteti I cili fatkeqësisht na përsëritet në për periudha të ndryshme her pas here edhe në kohët tona, edhe sot e kemi udhëheqjen globale, mos flasim për udhëheqjen lokale, zatë ne këtu në Maqedoni jemi një pikë në oqean, por megjithatë, sado që t'jetë I vogël korrupsioni, dashur vëllezër, sado që t'jetë I vogël, ti përngjan Karunit. Këtë Kurani do të na bëjë me dije. Sado që t'jetë diktatura e vogël, ti përngjan Faraonit. Sado që t'jetë mashtrimi I vogël, ti përngjan Hamanit. Këtë na mëson Kurani. Për shembull, nëse ti je shtypës në shtëpinë tënde, sillesh keq me gruan, me djalin, me vajzën, me fëmijët, me familjet, ti je një faraon. Ti je, këtë në bon me di Allah, unë prandaj u tham vazhdimisht, Kurani nuk na le edhe një hap të ecim gjatë jetës tonë të përditshme pa u përzi në çështjen e jetës tonë private. Jo pa u përzi në kuptimin e keq, por pa marrë pjesë ai që të jetë përmirësuesi joti dhe imi. Jo se të përzihet nuk le rahat Kurani, astagfirullah, mos e kuptojmë kështu. Kurani don të jetë pjesë e pandashme e përditshmërisë së çdo besimtari dhe besimtarie. Këtë Allahu don na bëjë me dije. Surën Qasas. Surja Qasas, nëse e përkthejmë edhe si term, edhe si emërtim të kësaj surje, do shihni që kuptimi I surës Qasas do të thonë tregime. Në njëjës, në gjuhën arabe, tregimit në njëjës I thon kissa, kissatun. Kissa është një tregim. A Qasas janë shumë tregime. Edhe në këtë sure Allahu dhul xhelal kulmi I tregimeve në këtë sure, në këto ajete, në këtë kaptin, në këto versete, është 3 profilet shumë të rëndësishme që ne I hasim edhe sot e kësaj dite në jetën tonë. Në shekullin 21, paramendo, a këto ajete kanë zbrit para 1400 vjetëve. O I dashullah, shihni sa I freskët është Kurani. Jemi shumë të nderuar që kemi Kur'anin që duhet ta kemi udhërëfyes në jetën tonë, që duhet ta kemi. Asa e kemi ajo është diçka tjetër. Shifet gjendje muslimanëve se e kanë Kur'anin. Do ishim hala ma mirë. Shihni, Allahu xhaleshanu më thon, këtu nuk I atakon, nuk I sulmon vetëm qeverit, Zoti. Nuk I sulmon vetëm qeverit, por edhe individin, nuk e sulmon vetëm shoqërinë, komunitetin më të gjerë, por edhe një familje, mund ndodhje edhe një nan të jetë e padrejtë ndaj fëmijëve të vet. Mund ndodhje një bab
të jeti pa drejt ndaj djemve dhe vajzave të tij, në trashëgimi, kur e ndan pasurinë, si ndan, ku jep më shumë, ati të madhit, ati të voglit, ati të mesmit, vajzat që i le anësh nuk u jep hiç kështu më radhë. Ti atëherë ku dallon prej faraonit në këtë rast? Skundi. Shef sa kështu është Kurani. Edhe neve mos ta shkruajmë mendje se çdo herë Trumpi, Netanyahu e ku e diune Sisi e Mohammed bin Selmani e Mohammed bin Zayedi kështu më radhë. Por edhe ti mund të jesh një Trump i keq në shtëpinë tënde nëse bën padrejtësi. Edhe ti mund të jesh një Netanyahu në jetën tënde nëse i shkelën të varfërit. Ku është dallimi? Asku nuk është dallimi. Një profesor më pëlqeu në Sarajevo që u jepte një shembull studentëve. E keni shumë shembull i mirë është që më pëlqeu shumë. Tha kështu në sallën e studentëve ku mbante mësim, i pyeti studentët, shumë ishte bukur. Ju tha, çfarë mendoni për qeveritarët që kanë vjedhë si vjet, vetëm si vjet të 2025, në vjet e kanë pakët, vetëm 2025 kanë vjedhë mbi 1.800.000 euro kanë vjedhë prej popullit. Çfarë mendoni? Ju tha studentëve, ki profesori ishte bosnjak, ama në shembull shumë i mirë. Ato krejt studentët i quan gishtat, secili student kishte nga një koment normal krejt negativ. Kanë vjedhë, nuk është e mirë ajo, nuk kanë bën bajram, ka vjedhë. Do të thonë, kanë vjedhë qeveritarët, politikanët kanë vjedhë prej popullit mbi 1.800.000 euro. Edhe mirë, do të thonë, krejt komentet ishin negativ. Nuk duhet shtu, duhet ashtu, ato janë paret e taksa paguesve, ato janë paret e dyqaneve, ato janë paret e kuediune, e fshatarëve, qytetarëve, tamam tha u morën vesh. Por çfarë mendoni tha për një student i cili hypën në tramvaj? Keni parasysh tramvaj? Kur vin në fakultet. Edhe tha, nuk e paguën biletën e tramvajt. Çfarë mendoni? A janë të barabartë me gjinake e Zoti? Ato tha, jo, nuk janë të barabartë. 1.800.000 euro, ky 10 euro. Nuk janë të barabartë. Profesori, di çfarë i tha? Të barabarta janë. Më thonë, ky që është në gjendje të vjetë 2 euro, ky e trajnon veten e tij që në të ardhmen mos e ketë problem djedhe 2 milion euro. Kështu është edhe harami në Islam. Kur për shembull pejgamberi në Islam e kanë pyetur për alkoolin, sa është sasia e haramit në alkool? Ka thonë 1 pikë, 1 gotë, 1 shishe, 1 burre, 1 kamion, 1 avion me raki është njësoj. Pse? Se ai që pin 1 pikë, ai e ushtron veten edhe është i gatshëm ose ndaj të pijë edhe 1 burre, se ka problem. Do të thonë, qëllimi edhe urtësia ku është të dashur vëllezër? Qëllimi dhe urtësia është në faktin se mos i akuzojmë tjerët ne vetëm se ato bëjnë gjina ndryshe nga ne. Këtë kam përmend dikur edhe me një ligjërat tjetër. Mos akuzo filanin pse lun kumar, ndërsa ti bën zina. Ku është dallimi? Nisoj është. Më thonë, pse akuzon tjetrin vetëm pse nuk bën gjina si ti, e bën ndryshe gjina. Më thonë, gjinaja ti sipas teje qenë ka më i madh. Pse nuk është si gjinaja jot? Nuk është kështu. Islami na edukon dashur vëllezër, që gjithmonë kur të bësh edhe kur të shkojë mendja dhe nefsi, kur të shtyje që të bësh gjina, të shkojë mendja kujt i bën gjina, nuk ka më lidhje sa është i madh gjinaj. A 2 euro, a është 1.800.000 euro. Thonë, nisoj jemi këtu. Ti je një lloj Hamani këtu, ti je një lloj Karuni këtu, ti je një lloj Faraoni këtu. Islami këtë në edukon dashur vëllezër. Thonë, të kemi frikë gjithmonë të Allahun ta kesh parasysh. Nuk ka lidhje pesha edhe madhësia e gjinajt, po ka lidhje se kujt i bën gjina. Allahu këtë don të na edukojë. Më thonë, don të na bëjë me dije se o njeri, unë çdo herë jam me ty, mos më hidhro, as me një fjalë, pas me një vepër të madhe, pa marrë parasysh se sa e madhe mund të jetë ajo. E këto profile që i paraqet Kurani dashur vëllezër janë shumë të bukura për ne. Ne mritëm ke profili i Karunit, edhe u munduam ta zhveshim njeriun e sotëm nga këto sifate dhe veti që mos ti përkas as një veti e joqja sifateve dhe cilësive të Karunit. Populli i Beni Israilve
Kur e pa Karunin se a ishte veshur një ditë me ato teshat e mdoja si gjibe e sapit të qëndisura me argjente, me ari edhe me sërma të verë, edhe ato u lakmuan, normal lakmuan, edhe njerëzit sot kur shohani Mercedes të mirë, shohani vetur 2024, 2025, 2026, lakmohen, edhe ki ngrati pukarajtat, sikur edhe unë të kem si ki, sikur edhe që e sfeguam mbram me rastin e shejtanit i cili të mëson dhe njëhere edhe dvin si këshiloës dvin. Interesant, këtë mbanja mend. Shejtanin do njëherë dvin si këshiloës. Si erdi shejtani Ademit a.s. si këshiloës? Çfarë i tha, o Adem, e di pse ta ka ndaluar Allahu këtë pemë? Ta shkje këshilon demek Ademit. Ta ka ndalu, tha, mos bosh i përjetshëm, që mos vdesësh as njëherë, dhe i bësh konkurent Zotit. Zoti nuk don konkurrencë, tha, Zoti don vetëm ai të jetë i përjetshëm, jo edhe ti. Prandaj ta ka ndalu. Edhe Ademi a.s. E këtu është ajo që ne bijim shpesh kur e bëjmë haramin. Ademi a.s. nuk donte ta hidhroj Zotin. Ai donte ta kënaq egon e vete. Hiç pa i shku ndërmend se me kënaqjen e egos tënde ti e hidhron Zotin automatikisht. E një parasysh, shumë banor gjenemit në gjenem do arsjetohan se nefsim quj ta knaqi nefsin une. A harojmë ne në këtë dinjo dashur vëllezër se nefsi është i vetmi apo e vetmja karakteristik njerëzore që nuk knaqet kur amon kur. S'mund ta knaqesh nefsin në krejt drejtimet. Pa tjetër, do me thonë, rrugës për ta knaqë nefsin ti, mbi 100 herë do i shkelish dispozitat e Allahu. Pa tjetër. Pse? Se nefsi ka kërkesat haramit ma shumë. A shpirti ka kërkesat halalit. Ne, duke i dhanë përparsi nefsit, edhe Ademi i dha përparsi nefsit në këtë rast. Pse si dha? Po i dha. A i do të qeti pavdekshëm. Dëshira për të qeni pavdekshëm është nefs. Nuk o nefs, unë nuk kam thanë. Nuk jo nefs vetëm çështje e qefit e pshoar. S'ka lidhja jo. Ajo është një pjesë e nefsit. Nefsi është shumë i madh. Më thonë, nefsi jo komplet egoja negative njerëzore edhe dëshirat e tija të pafundme shtazarake. Kjo nefs. Edhe një dëshire pafundme shtazarake që ishte në karakterin e Ademit, sot është edhe të ne. Sa i është baba jonë. A kemi fej ne? Nuk kemi fej. Po fej është nëse ne këtë nefs nuk e edukojmë. Këtu është fej. Ne nuk kemi fej, ne jemi njerëz. Ne nuk kemi as robot, as melek. Allahu kështu në ka kriju, me natyrë të mirë edhe me natyrë të keqe. Me natyrë të mirë vlerësohemi dhe shpërblehemi, me natyrën e keqe, me namaze, me ibadete, me zikre, me lexim, e mbisundojmë edhe edukojmë këtë natyrën e keqe. Shumë e qartë. Ademi a.s. nuk kishte më vakët të edukoje, por ai me njëherë hangri pemën. Edhe kështu si erdhi shejtani ati si këshillues na vjen sot edhe neve. Na vjen edhe neve. Shkoni njeriu ky profili përsëri do të them te profili i Karunit. Ky ishte njeri, Allahu e fillon tregimin e Karunit, dashur vëllezër, nëse ju kujtohet fillimi i ajetit kur e fillova ta komentoj çështjen e Karunit, Allahu thot kështu: Inne Karune kane min kaumi Musa febega alejhim. Karuni ishte nga populli i Musës dhe a ju bon shtipës i tyre. Dhe më thonë, filloj ta shtip popullin e vetë. Ashtu si që në shtipin neve qeveritare tonë të padrejt. Ato janë tonët, ato nga ne janë. Nga populli është, ama kur hipën qeveri, edhe ai e shtipën popullin e vetë. E shifni këto Karune si përsëritën, vazhdimisht përsëritën. Pse? Se këti shejtani i erdhi me këshill. Çfarë i tha? Ti do bosh më i pasur, ti do jesh afër faraonit, ti do bosh kështu, ti do bosh ashtu. A populli i dha një këshill këtij. Çfarë këshilli i dha? I tha: La tafra, mos u gëzo, mos u kreno shumë. Inna Allah la yuhibbul farihin. Allahu nuk i do ato që krenojnë shumë. Pastaj këshilla tjetër që nuk arritëm ta shpjegojmë është kjo. Me këtë ta rumbullaksojmë. I tha: Wabtagi fima ataka Allahu darel akhire. O Karunta, me ata, kjo është për ne. Kjo për ne, se Karuni ka vdek, ka shku, Muhammed a.s. ka shku, ka Allahu, Kurani ka mbet. Thët,
atë që të ka dhënë Allahu, dhe me thonë për pasurinë e ka fjala, se Karuni u krekos edhe u krenua me pasuria, ashtu. Kërko hakat dhe mundohu të fitosh shtëpinë e ahiretit përmes pasurisë së dynjas. Shumë këshille ardh. Unë të kisha pas mundësi do shtypsha pllaka prej ari ose prej argjendi, që çdo shtëpi e muslimanëve ta ketë në hyrje ke dera kryesore këta jetë. I shkurtë. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhire. Edhe me atë që Allahu të ka dhënë, mundohu ta fitosh shtëpinë e ahiretit. Kjo shumë e bukur është. Një këshill, ndoshta populli i Ben Israilve nuk ja ka thënë kaq bukur si e thot Allahu, se Allahu e thot në Kur'an, e nuk mund ta thotë keq Allahu në Kur'an. Allahu çdo gjë thot bukur. Allahu e ka përmbledh, domethënë, rezimen e këshillës së Ben Israilve që ja ka dhënë Karunit. Atë thelbin e këshillës. Por këshilla shumë e bukur që Allahu e përmendë në kapitullin Kasas është kjo, domethënë, çdo gjë, i dashur vëlla, çdo gjë që ti ke sot nga pasuria, përdore dhe shfrytëzoje që përmes asaj të fitosh xhenetin, jo xhenemin. Se shumica e njerëzve, përfshin këtu edhe shumë musliman, përmes pasurisë e fitojnë xhenemin. Ka shumë pak musliman që përmes pasurisë e fitojnë xhenetin. Allahu na definon shumë bukur përmes kësaj këshille dashur vëllezër. Thotë: "Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhire." Ma atë që të ka dhënë Allahu mundohu ta shfrytëzosh ta fitosh xhenetin. Nëse mua më ka dhënë një pjesë të dijes, se mos e shfrytëzoj ta fitoj xhenetin unë. Nëse ti të ka dhënë memorien e fortë, pse mos bësh hafiz? Nëse ti të ka dhënë matematikën në kokë, pse mos e shfrytëzosh të bësh gjëra matematikore që do jenë shërbim njerëzimit? Nëse dikuj ja ka dhënë fizikën, pse mos i ndihmoj shtetit të krijoj ndonjë armë mbrojtëse, Shqipëri si jemi tash, ose kimin, ose gjeografin. Nëse ti të ka dhënë ndonjë aftësi tjetër, shfrytëzoje. Nëse ti të ka dhënë pasuri, shfrytëzoje, jep zeqat sadaka, edhe deponoj në botën tjetër që ti ta fitosh ahiretin me ato që i ke. Nëse ti të ka dhënë bukurinë, e do kesh shpifje, do kesh sprova anash, shfrytëzo këtë bukurinë që të thithish njerëz të ri, ti këshillojsh për Islam. Se dhe pamja e jashtme e njeriu ndikon pozitivisht kur ti jep dikujt këshill. Shfrytëzoje këtë, domethënë, çdo aftësi psikofizike, materiale, këtë na bën me dije Kurani, që ka njeriu ta shfrytëzoje që përmes asaj ta fitoje i thot darul akhire, shtëpinë e ahiretit. Se e vetë një shtëpi e vërtet dhe përjetshme është ajo. E dini, vallahi adhim. Ne krejt e dim, ama ku jemi gjallë zbindemi. E dini sa investime bën ti në shtëpi tënde. Me i mbledh krejt ato investime që ke bën në shtëpinë tënde, gjysmën atyre ta kishe dhënë zeqate, sadaka, vallahi dhe billahi, dëshmitar kam Allah, xhenetin 100% e kishe garantuar. Gjysmë, 50%. Sa bëjmë në investime në shtëpi tona, në oborët tona, i obori. Më ardh një mik me makinë, i ka rreth pak ulja i ka rreth ato pllakat e oborit, rezil dë bosh, rezil, ose një mjesht të kardh, bëjë diçka tjetër, i ka rreth uljat ngatit. Qerë s'ka palet bleqer, vetur të re. Dhe vikati në telefon, të vishtë me i pastrojsh plakat, me ke ba me ulje i ka ba. Para mendoni, e shef shejtani se çfarë këshilla na kalan për këtë dunjë. Të na bindje ku se kjo shtëpi është e përjetshme. Allahu thot: "Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhire." Përmes çdo gjoje që ke në këtë dunjë, mundohu ta fitosh shtëpinë e ahiretit, se ajo është e përjetshme. Inshallah, Allahu na bën prej banorëve të xhenetit, inshallah, ya Rabbel Alamin. Edhe për këtyre këshillave, inshallah, marrim mësim dhe kemi dobi. Allahu ka vull ditën e sotme, ditët në vijim që na ka mbetur, edhe çdo ibadet tjetër na pranoft, inshallah. Walillahil Fatiha.